Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deritanishme, një ditë pasi mblodhi emrat kryesor të Tiranës nga Partia Socialiste dhe i kërkoi që të vijonin fushatën në kryeqytet. Kryeministri Edi Rama ka kritikuar sërish ashpër vendimin e kushtetueses për rikthimin në detyrë të Erion Veliajt si kryebashkiak. Pa përmendur emrin e tij, Rama e ka quajtur vendimin lajmin më të keq për kryeqytetin, që sipas kryeministrit është lënë kështu në mëshirë të fatit. Deklaratat e kryesocialistit vijnë 2 ditë para së dielës, që e mbahen dhe zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie në 5 qytete të vendit. Të dielën, qytetarët e 5 bashkive do të shkojnë në zgjedhje të parakoshme, por syt mbeten nga Tirana. Kryeministri Edi Rama kritikoi sërish ashpër vendimin e gjykatës kushtetuese, që la në detyrë Erion Veliajin dhe privoi kryeqytetasit nga zgjedhja e të parit të tyre. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027, dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcionit të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet. Pa përmendur në asnjë rast emrin e Veliajt, Rama e cilsoi skandaloze këtë situatë, ndërsa la të kuptohet se nuk do të heqë dorë nga përpjekjet për ta çuar Tiranën në zgjedhje, pasi qytetarët e saj nuk mund të lihen në mëshirë të fatit. Tirana nuk mund të jetë një trup pa kokë. Kryeqyteti i Shqipërisë ka nevojë për të zgjedhurin e vet mbi krye. Kështu që kush ka në dorë ndihmoj në zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, duhet kujtohet. Kryeqyteti nuk mund trajtohet si jetim për vite me radhë. Ky është një skandal. Këto deklarata Rama i bëri 2 ditë përpara zgjedhjeve të pjesshme të 9 nëntorit. Rama nuk zbriti vetë në terren, por porosit, kandidatëve të Vlorës, Beratit, Tepelenës, Matit dhe Cërrikut. Zgjodhi t'ja jepte live në podcastin e kësaj të premteje. Qytetarët e bashkive të jenë shumë vëmendshëm që ta ndajnë në dysh trurin qytet dhe fshat. Dhe jo ta anojnë gjatë gjithë kohës nga qyteti. Natyrisht qyteti shumë i rëndësishëm etj, por duhet të mbajnë duhet ta mbajnë një pjesë të 50% në mendjes nga fshati. Ndërsa kandidatët i dhanë parashikimet e tyre për betejën e së dielës. Unë shpresoj që të marrë 80% të votave. Po rreth 83% besoj. 83, as 2, as 4. 83 se. Ta shikojmë, po ti sa do marrësh? Unë po të regojmë pak më konservativ, 75. 65? Ti isha në vend 18 janë dalë, do të thosha 51%. Po ti sa do marrësh? Thash që do ta mbullim gjithsesi Tepelenë, por ja të përqendroj 70+1. Ndërsa kryeministri nuk la pa ironizuar edhe kundërshtarët politik. Një parti që ka siklet i vëri fytyrën e vet një sfide dhe përdor fytyrat e tjerëve. Në ndërkohë këta që ja japin fytyrën borxh asaj partie dhe bëjnë sikur janë të pavarur, po edhe këta bëjnë sikur e mbështesin po se duan, ndërkohë që është halli i madh. Ashtu si në çdo proces zgjedhor, policia e shtetit ka hartuar dhe një plan për sigurinë e objekteve zgjedhore. Godinat ku janë vendosur KZZ dhe qendrat e votimit në 5 bashki ku të dielën do të ketë zgjedhje, merren në ruajtje nga policia. Këtë plan masash e përcjell drejt për drejt Bleona Prengozaj. Përshëndes, në kuadër të procesit zgjedhor i cili do të zhvillohet më 9 nëntor, policia e shtetit ka hartuar një plan masash për ruajtjen e objekteve zgjedhore, por edhe për shoqërimin e materialeve zgjedhore në qendrat e votimit dhe më pas drejt qendrave të numërimit në 5 bashkit ku do të zhvillohen zgjedhje, përkatësisht në Vlorë, Tepelenë, Cërrik, Berat dhe Mat. Policia e shtetit ka marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve
dhe ditën e shtunë do të marrë në ruajtje 473 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi. Nga ana tjetër, Policia e Shtetit ka dërguar në KQZ edhe listën me 612 punonjës policie dhe automjete policie që do të jenë dhe do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore si dhe për shoqërimin e materialeve zgjedhore më 9 nëntor. Ditën e zgjedhjeve pas dorëzimit në mëngjes të materialeve zgjedhore në objektet që do të shërbejnë si qendra votimi, numri i policëve të cilët do të angazhohen gjatë asaj dite pas këtij dorëzimi do të tërhiqen në vendet e paracaktuara për të rikthyer më pas në orën 19 në drejtim të KZAZ-ve për dërgimin e materialeve zgjedhore. Gjatë ditës së votimit, në rast se nga komisionet e qendrave të votimit, koordinatorët e KZAZ-ve apo KQZ-ja do të nicë dhe do të ketë kërkesa për ndërhyrjen e policisë, do të jenë grupe të gatshme, cilat do të bëjnë ndërhyrjen e menjëhershme konfort ligjit. Faleminderit Bleuna për raportimin dhe detajet që ndave me ne. Unë vjoj të diskutoj për të njëjtën çështje për gjitha përgatitjet për këto zgjedhje të pjesshme në 5 bashki të vendit, por sa kaq edhe për pritjen që ka Bashkia e Tiranës. Me mua në studio është bashkuar zoti Artur Nura. Përshëndetje, faleminderit zoti Nura. Në fakt janë zgjedhje që shpeshherë kemi diskutuar së bashku për të gjithë specifikën që kanë edhe për një lloj parashikimi të mundshëm duke patur parasysh historikun se si këto 5 bashki të vendit po shkojnë në këto zgjedhje të pjesshme. Kemi ndjekur ditën e sotme edhe një tjetër reagim që ka patur kryeministri Edi Rama për faktin se Tirana mbetet në pritje. Si po i shihni këto orë të fundit? Ne shoh me dy strategji krejt të ndryshme të dy palët në garë. Partinë Demokratike me gjithë aleatët e saj dhe Partinë Socialiste me veten e saj në mënyrë të mirë organizuar në formën e brendshme. Ju në një farë mënyrë sollët sot pjesën e fushatës elektorale që kryetari i Partisë Socialiste bëri me kandidaturat. Dhe me mjetet e tij, me sistemin e tij, me vëmendjen që sjell personazhin në fjalë vetë kryeministri, padyshim komunikoi dhe me elektoratin. Kurse palën tjetër e pash mbrëm duke luftuar në thonjza për një ligj i cili që në një farë mënyrë u përcoll sikur çfarë sillte. Po, do ta prekim patjetër në bisedë atë çështje. Pala e opozitës është fare e painteresuar për rezultatet, sepse i ka të garantuara që nuk i fiton. Unë nuk shoh as impenjimin për të marrë një mënyrë dinjitoze një rezultat, se nuk vendos kandidatura politike dhe kur i vendos atë nuk i mbështet, po merret me gjëra të parëndësishme dhe pala tjetër e cila ja bëri me dije të gjithëve kush janë, çfarë ofrojnë dhe si. Dhe sigurisht në këtë plan unë nuk besoj se ne do të kemi ndonjë gjë të re nga rezultati i zgjedhjeve. Ne kemi thënë edhe javës që shkoi kur ishim bashkë në studio, po e them edhe sot, rezultatet dihen, sepse flet puna e secilës nga palët. Interesi i opozitës është interes i brendshëm partisë për të kontrolluar partinë dhe për të demonstruar në formë deri të dhunshme, subjektive, jo objektive, për të vënë dinjitetin e vet në parlament. Kurse zgjedhjet lokale nuk është marrë fare. Unë nuk i kam dëgjoj Berishën çdo ditë kur del në konferencën e tij të gjatë për shtyp, se edhe ai ka filluar të flasë gjatë, po flet fare pak për administratën lokale, që është shumë e rëndësishme, që është, sepse janë zgjedhje politike, por në fakt janë zgjedhje administrative në konceptin juridik, po dhe në konceptin praktik. Njerëzve në 5 qytete në fjalë do i ofrohet një administrator i cili do marrë taksat, do i ofrojë shërbime dhe në farë mënyrë do përmirësoj jetën e tyre. Po, duke mos komunikuar, ne kur flasim për zgjedhjet parlamentare, gjithmonë e lexojmë drejtimin e bashkive të qarkut. Do të thënë është gjysma e rrugës, mund të themi, drejtimi nga socialistët apo nga demokratët, drejtimi i bashkive. Drejt, vetëm se kemi të bëjmë me zgjedhje administrative në koncept, të cilat padyshim janë starti për partinë e cila punon sot për nesër me një strategji të caktuar, janë starti për zgjedhje politike. Dhe ndaj, duke ndërtuar një kandidatur të partisë politike me dinjitet, me shanse për të fituar garën, ti u ofron të gjithë atyre zgjedhësve të qyteteve, 5 qyteteve përkatëse, një start për zgjedhjet e ardhshme politike. Nuk e bëjnë këtë gjë. Jetojnë sot, punojnë në një farë mënyrë në politikën e tyre sot për sot. Nuk ka një strategji për nesër. Gjë që nuk ndodh
me krahun tjetër. Dhe kur flasim me krahun tjetër, referova zotit Berisha në konferencën e tij të përditshme, besoj do jetë edhe sot, do ta preki fare pak këtë çështje shumë të rëndësishme. Unë besoj që gjithë ato qytetarë në këto 5 qytete duhet të ofendohen nga kjo gjë, sepse nuk po e jep edhe ata që e kanë votuar, patjetër, se ata që nuk e kanë votuar s'ka pse të thonë mirë. Pa ata që e kanë votuar duhet thonë që pse na abandonoi. Kur nuk kuptojnë kaq gjë në komunikim me elektoratin, ç'mund të flasim ne për rezultate? Si shkon Partia Demokratike në këtë pikë? Po nuk arrit ta kuptoj se çfarë duan të arrijnë. Edhe për Tiranën, që është 1/3 e popullsisë, që është 1/3 e rëndësisë, që është testi më politik i mundshëm në zgjedhjet administrative, dhe aty i shoh në mënyrë të pa koncentruar, pa strategji. Shqyr gjetën një personazh popullor që u vet ofrua, dhe thënë po, ai është independent, ne do ta mbështesim. Tashi, o e mbështet edhe bëhet politik, o e lë independent edhe të qëndrojë independent. Edhe sigurisht nuk mund ta bindësh elektoratin që ai është independent, po unë do ta mbështes. Qofse ti nuk gjen një formë që të komunikosh me kandidatin që unë e pranoj është person popullor, e kam ndjekur në aktivitetet që ka bërë civile, në ato protesta që ka ndjekur, u largua njerë në mënyrë demonstrative nga këto protesta, nga këto lëvizje, dhe sot afrohet në vetveten e tij në një garë administrative po dhe politike. Dhe Partia Demokratike që kishte rënë dakord për të zgjedhur një me konsensus, e pranoi direkt dhe aleatët e saj e pranuan direkt. Kjo është mungesë strategjie. Domethënë, i ndodhin gjërat dhe i pranojnë dhe vazhdojnë rrugën përpara. Kurse krahu tjetër sa mbaron një palë zgjedhje, fillon fushatën elektorale për zgjedhjet e ardhshme dhe e ke në mënyrë në 24 orë me sistem, me strategji, duke filluar nga kryeministri apo lideri i partisë, kur flasim për zgjedhjet është lider partie, deri tek struktura cilat edhe Tirana që është mbyllur. Unë shoh vetëm zonjën në fjalë e cila pretendon të jetë kryetare e Bashkisë Tiranë, të jetë vazhdimisht në kontakt me njerëz. U dha porosi edhe dje në fakt që vijohet fushata se jo, sot Rama e bëri të qartë që strategjia e tij është të bëjë zgjedhjet në Tiranë. Ju drejtua me një farë... Po, në fakt të pyes, për të qëndrim që ka mbajtur kryeministri Rama deri në momentin që u publikua vendimin gjykatës kushtetuese. Si e keni parë? Si do të shkojë kjo çështje? Unë e pash, domethënë e para, zoti Rama doli si kryetar i partisë dhe jo si kryeministër, sepse Rama është një mjeshtër komunikimi. Unë ja kam thënë në mënyrë private palës tjetër opozitën, nëse nuk pranoni zotësinë e Ramës, nuk do ta mundni kurrë. Kështu që duhet pranoni zonë, pse jo të mësoni nga zotësia e zotit Rama, që është një mjeshtër i shkëlqyer i komunikimit, dhe të mësoni dhe të filloni dhe ju të komunikoni. Rama del si kryetar i Partisë Socialiste, në cilën një qytet i rëndësishëm, që kryeqyteti nuk ka një administrator të zgjedhur. Ka një administrator të zgjedhur, po e ka në një proces penal, e ka të izoluar dhe do ta bëj detyrën, do kryej detyrën me korrespondencë. Kjo padyshim ne jemi gjithë qytetarë të Tiranës. Unë besoj që edhe ata që na ndjekin, pavarësisht bindjeve politike dhe paragjykimeve që kanë për shkak të bindjeve, e kanë vënë re që shërbimet në Tiranë kanë rënë. Mjafton të shkoni në varezat e Tiranës dhe do të shikoni se si është situata atje. Mjafton të dilni në rrugët e Tiranës që nuk pastrohen si të pastroheshin rregullisht përpara. Mjafton të shikoni prishjet që bëjnë, që është një strategji kombëtare e qeverisjes, po sigurisht në këtë plan janë edhe bashkit, i prishin ndërtesat e palishme, jam dakord, po i lejnë aty me javë të tëra. Duhet shkojë kandidati tjetër që do garojë, nëse do garojë për Tiranën, të bëjë një video aty dhe shkojnë direkt aty. Kjo do të thotë mungesë eficiencë e kryeqytetit. Dhe kur kryeqyteti 1/3 e popullsisë, nuk po themi që kjo që po them është eksakt matematikisht, po pjesa më e madhe e popullsisë është në Tiranë, e popullsisë Shqipërisë, mos ketë shërbimin. Mos të marri përgjigjen, të paguaj taksat dhe mos marri shërbimin. Edhe kjo sigurisht konvertohet në zgjedhjet në një, po themi, përqindje elektorale. Dhe unë sot edhe Ramën e lexova, edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, edhe sot në komunikimin që bëri të drejt për drejt, i shqetësuar për këtë gjë. Ai thotë dua kryetar bashkie. Po do kryetarin e ka ai, po e do në punë. E do në punë, dhe ai do që këto shërbime që unë thash nuk po ofrohen, të ofrojnë në mënyrë optimale që ai të marrë votat dhe për zgjedhjet politike. Rama punon sot për nesër, nuk punon sot për djesit që punon një tjetër.
Mirë, do të mbetet për të parë në fakt se si do të shkojë edhe çështja e Tiranës. Ne e prekëm pak fare në bisedë, se ditën e djeshme ka qenë i gjithë debati politik i përqendruar tek një projekt ligji i cili dje u votua me 77 vota pro dhe 36 kundër. Konkretisht ligji për barazinë gjinore. Ky projekt ligj shkaktoi edhe shumë debate, duke patur parasysh se Bashkimi Evropian e dha dritën jeshile për ligjin e barazisë gjinore, duke e theksuar se është edhe një nga kushtet për pranimin në Bashkimin Evropian, por ka qenë komisionerja për zgjerimin Marta Kos që reagoi ashpër lidhur me disa deklarata që pati kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë. E ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio për diskutimin. Bashkimi Evropian jep dritën jeshile miratimit të ligjit për barazinë gjinore në Shqipëri. Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos e ka bërë të qartë se barazia gjinore dhe mos diskriminimi janë kushtet Brukselit që Shqipëria të anëtarësohet në Union. Barazia gjinore dhe mos diskriminimi janë pjesë integrale e ligjit të Bashkimit Evropian. Përputhja me të është pjesë e procesit të pranimit në Bashkimin Evropian. Kos ka dënuar sulmin e Sali Berishës në kuvend për orientimin seksual të ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Ajo sqaron se ambasadori kërkesën për ligjin nuk e ka personale, por urdhër nga Brukseli. Kjo nuk është një kërkesë private e ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm. Pas Marta Kos ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai shkruan se ligji për barazinë gjinore po keq përdoret nga opozita, por në vend të Berishës po e kërkon ai ndjesën ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian. Kërkojmë ndjesë për mënyrën fyese, me të cilën një ligj shumë fisnik, plotësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian për barazinë gjinore dhe mos diskriminimin, është keq përdorur për të shtrëmbëruar perceptimin publik, si dhe për mënyrën se si ambasadori i Bashkimit Evropian është shfrytëzuar për një qëllim kaq të padenj. Por doktori zakonisht nuk tërhiqet nga akuzat, sidomos kur i bën ndaj ambasadorëve. Nuk kam bërë asnjë fyrje ndaj asnjë ambasadori, por kam shprehur mendimet e mia këtu, siç do t'i shpreh haptas në çdo rast. Dhe zonja Marta Kos deklaron se ai ka mbajtur qendrimin e Bashkimit Evropian. Plotësisht dakord. Cila direktivë e Bashkimit Evropian përdor terminologjinë e përkatësisë së shumëfisht gjinore. I them studio me zotin Nura për të diskutuar në fakt për gjitha këto debate, por edhe për ligjin në vetvete. Janë dy aspekte, zotin Nura, që mund t'i diskutojmë gjithë çka ndodhi ditën e djeshme. Diskutimet që shkakton në vetvete ky ligj, edhe duhet të thënë në fakt që Shqipëria nuk është vendi i parë, është diçka që ka hasur në debate dhe në vende më të zhvilluara europiane dhe më gjerë, posa kaq mënyra se si u përdor nga politika këtu është patjetër për të diskutuar. Po, është sipas me është mënyrë iracionale, sepse kërkuan ta konvertoni këtë barazi gjinore cila synon, unë lexova projekt ligjin e aprovuar, në mënyrë sociopolitike dhe jo në mënyrë socioseksuale, siç tentuan ta prezantonin duke i referuar prindit 1 dhe prindit 2, cili nuk kishte të bënte fare me projekt ligjin. Është një koncept që ka hasur debat dhe në fakt çfarë vura re unë duke ardhur në studio. Partia Socialiste ka nxori zonjën Iris Luarasi, që në emër të Partisë Socialiste tha që asnjëri nga ne në grupin parlamentar të Partisë Socialiste nuk do të votonim një ligj prindi 1 dhe prindi 2 dhe t'i mësonin fëmijëve tanë se ka një prind 1 dhe një prind 2. Pra qasja nga pikpamja politike është krejt e ngjashme me të opozitës. Ligji ka qenë në sinkron edhe me kërkesat të opozitës, nëse do i referojmë kërkesave sot, sepse zoti Berisha ka qenë kryeministër kur i ka pritur, po themi, iniciatorët e këtij ligji ose aktivistët më domethënës të këtij komuniteti dhe sigurisht kur ishte në kryeministri ka bërë çfarë ka kërkuar Brukseli. Sot që është në opozitë, kërkon të bëj edhe të fitoj pikë, po në mënyrë të gabuar, sepse ligji, edhe ajo që u protestua jashtë, ishte, për shembull, në Amerikë, ju e kishit në edicionin e lajmeve, është tashmë në pasaporta do të jetë babai dhe nëna, do të ketë vetëm mashkull dhe femër. Edhe këtu, ky ligj nuk e prek fare këtë koncept. Çfarë shoh unë? Se ata duan të dalin si trampist dhe nuk janë fare të tillë, janë shumë të largët. Zonja Iris Luarasi ishte trampiste në këtë rast. Sqaroi që Partia Socialiste ka qëndrim politik të njëjtë me administratën e Trumpit, sepse nuk u fol
për prind 1 dhe prind 2, po u fol për baba, nënon dhe flitet, kurse nga pikpamja e mbështetjes, do janë politika proteksioniste. Natyra na ka bërë të ndryshëm dhe ne duhet qëndrojmë të ndryshëm. Zonjat me burrat. Se juve po drejtojmë me zonja për respekt dhe ne burrat. Na ka bërë të ndryshëm dhe të tillë duhet dhe sipas konceptit të Partisë Socialiste kështu duhet jemi. Por juve, në rastin konkret, për shembull, ligji ka përcaktuar në kodin elektoral 1% të caktuar në parlament e detyrueshme për secila nga partitë, që të kemi sa më shumë prezent zonja. Dhe inshallah vjen dita që të jemi në mënyrë të barabartë. Kjo do ishte emancipim. Kjo do ishte një fitore jashtëzakonshme për të gjitha palët, sepse gjysma e popullsisë jeni ju. Po, patjetër. Gjysma jemi ne. Po të hymë në diskutime zotërinore, nuk të përfundojmë kurrë, se edhe ai përcaktimi për respektimin e kuotës gjinore, po ta shohësh në një aspekt tjetër, quhet diskriminim pozitiv, po vetë është diskriminim, që kështu jam e bindur. Është proteksionizëm, jo, është normale. Po, unë dua t'ju pyes për deklarata që pati, zoti Berisha, duke ju referuar ambasadorit Gonzalo dhe reagimi që erdhi më pas nga Bashkimi Evropian përmes Martakosit, si duhet ta lexojmë diçka të tillë? Zoti Berisha sipas meje ka një lloj, po themi, shqetësimi, iritimi ndaj, po themi, të gjithë të përfaqësuesve të shtetërorë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtetet europiane, përfaqësues të tyre, sepse ndihet i eklipsuar. Po në fakt, mua më rezulton që nuk është përgjegjësia e këtyre institucioneve që Partia Demokratike është eklipsuar. Është mungesë institucionale, strategjike e vetë Partisë Demokratike për të komunikuar me palët dhe për të pasur ndërtuar dialogun dhe komunikimin e rregullt. Dhe që mos kemi shqetësime ndaj personave. Dhe këtu unë besoj, interpretimi im personal, zoti Berisha nuk e ndan dot këtë mungesë, këtë handicap të strukturave të tij në raport me institucionet përkatëse. Dhe një gjë të ngjashme e ka me gjitha institucionet. Sot, për shembull, kërkojnë ta interpretojnë një problematikë të caktuar për një ministër të caktuar si një problem europian. Si mund të shkojë ky ministri i caktuar në takimin e përbashkët në Rom? Këto janë gjëra, ministri i caktuar ka koncepte juridike që duhet përfaqësoj pozicionin që ka derisa e ka këtë pozicion dhe duhet të jetë atje prezent për këtë gjë. Pse e kanë kaq shqetësim? Kur të funksionojnë sistemi i drejtësisë, kur të ketë një përgjigje, kur të ketë një vendim, pala tjetër, se mund të plasësh ti në emër të palës tjetër. Ti fol në emrin tënd. Ti komunikon në mënyrë institucionale me autoritetet, me Komisionin Evropian, me ambasadorin e delegacionit të Komisionit Evropian, se është delegacion, është i deleguar i Komisionit Evropian. Dhe sigurisht pse jo, me ambasadën amerikane, me të tjera, te kalo handicapet që ke, me personin që drejton, sepse, për shembull, nuk besoj që mund të komunikojë zoti Berisha non grata me ambasadën amerikane, po janë të tjerët jo non grata. Dhe gjitha këto mungesat të organizimit të institucional të Partisë Demokratike nuk shohin veten pasqyrë, ti kuptojnë që problemi janë ata, është tek ata, po sulmojnë ata që presin, kanë derën e hapur. Duhet t'i biesh derës, të hapin e të komunikosh. Këta nuk i bien derës, këta kërkojnë nga dritarët edhe ngurat xhamit. Po nuk është ky komunikimi i duar. Dhe unë besoj që ky është, se pastaj unë mundua të justifikonte, nuk ju referua, po themi, jetës personale të zotërisë, që jeta private është e individit dhe nuk ka të bëjë fare me pozicionin. Ata që ndonë që në akuzën që shumë qartë se për çfarë. Po pra, pastaj filloi të thotë që jo, domethënë, kështu që unë besoj që ky është problemi ke Partia Demokratike. Të caktoj, unë i kam pyetur një nga drejtuesit e lartë Partisë Demokratike në një studio tjetër, a e keni qeverinë hije? Dhe kë keni ministër të jashtëm? Nuk din të përgjigjen. E kuptoni se ku është problemi? Ose pyetja i bëhet teleshikuesve, e kuptoni ku është problemi? Të shohim veten pasqyrë të madhe ke Partia Demokratike në organizimin e tyre dhe do të shikoni që nuk do ketë nevojë për të pasur inat për ambasadorin e delegacionit evropian, për ambasadorin francez apo holandez, pse jo, edhe gjithë apo italian, pse jo, dhe sigurisht do të kemi edhe ju vetë do të keni një ose mbështetësit e Partisë Demokratike, do ndjehen më mirë dhe do të shtohen. Po se pan veten pasqyrë, ne do të kemi inatet cilat do detyrojnë të tërheqen për shkak të reagimeve që vijnë nga përfaqësuesit. Ata janë shumë funksional. Domethënë, ajo zonja Kos e qartësoi në mënyrën me pak fjalë, në mënyrën më dinjitoze të mundshme, është përfaqësuesi jon dhe flet në emër ton. Nuk ka të bëjë jeta private e personit. Është jeta private e personit do qëndrojë. Edhe për ato parafimet e legjislacioneve që do shien në vijim. Të tjerë do kanë aprovuar. Berisha do ta kishte aprovuar, po të ishte kryeministër, të garantoj. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Nura që ishit me ne. Faleminderit për gjithë analizën që nda drejt për drejt. Kënaqësi.
Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me zhvillimet e fundit. Pak çaste më parë ka qenë kryeministri Edi Rama, i cili ka folur sërish për paqen fiskale dhe për mënyrën se si përmes paketës fiskale do të falen ose do të lehtësohen borxhet për bizneset. E ndjekim drejt për drejt. Mbledhje po sot me kostum se për pak mbarim në dorëzim progres raportin e Komisionit për Shqipërinë dhe kemi konferencën e shtypit. Pa dyshim që pjesën e Luanit në projekt buxhetin 2026, që sapo ka shkuar në parlament, e zën pensionistët, për të cilët e nisin vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishoi. Mirë, vinë të gjitha këto ndryshime në kuadër të buxhetit të vitit 2026, ne kemi ndjekur ditë pas dite edhe deklarata nga më të ndryshme që vinë në kuadër të ndryshimit të ndarjes së parave në zëra të ndryshëm, ka patur një rritje në nivelin e indeksimit edhe të pensioneve, por sa kaq edhe rritje për pagën minimale. Gjitha këto do të mbetet për të parë se si do të shkojnë përgjatë miratimit të buxhetit të vitit 2026 që do të kaloj edhe në kuvent për gjatë muajve në vijim, ndërsa ditën e sotme është ndalur kryeministri Edi Rama konkretisht tek paqja fiskale, duke patur në fokus borxhet e prapambetura të bizneseve. Të gjitha kategorive të bizneseve do të ketë qoftë lehtësime ose më pas edhe falje të ndryshme, kjo në bazë të rejave dhe për llogaritjes që është bërë në kuadër të kësaj çështje. E ndjekim në këto momente. Atëherë, do të presim pak çaste për gjatë edicioneve në vijim të kemi kështu të plot edhe deklaratën që ka patur kryeministri Edi Rama për këtë çështje. Ne do të ecim më tej me të tjera zhvillime, konkretisht nga kronika ka qenë gjykata e lartë që ka prishur dënimin e dhënë në mungesë me 15 vite burg për Domart Konjarin, duke rikthyer çështjen për rishqyrtim në apelin e posaçëm. Dua t'ju kujtoj në fakt se Konjari akuzohet për pjesëmarrje në organizatë kriminale, për trafik droge nga Amerika Latine, por edhe për pastrim parash. Një tjetër çështje që ai akuzohet lidhet dhe me porositjen e vrasjes së Devi Kasmit, është kjo një ngjarje e regjistruar në muajin janar të vitit 2018 në Tiranë. Do të kem në këto momente Ervin Lekën për të marrë më shumë detaje nga ky vendim i marrë ditën e sotme. Për pak çaste do të kem mundësi që të diskutoj me kolegun Ervin Leka për të marrë kështu detaje për vendimin e marrë ditën e sotme nga gjykata e lartë. Ajo ka prishur dënimin e dhënë në mungesë me 15 vite burg për Domart Konjarin, e ka rikthyer këtë çështye për rishqyrtim në apelin e posaçëm. Lidhem me Ervin Lekën në këto momente. Ervin, të përshëndes, mbi çfarë argumenti u mor ky vendim? Gjykata e lartë ka rrëzuar dënimin për sa i përket të dhënë pra nga ana e gjykatës së posaçme të apelit, duke dënuar me 15 vite burg për Domart Konjarin, një të shumë kërkuar të drejtësisë shqiptare dhe prokurorisë së posaçme SPAK, duke rikthyer edhe çështjen në apelin e posaçëm për sa i përket edhe shqyrtimit, por edhe dënimit, pra duhet dënuar dhe gjykuar nga një trup tjetër gjykuese dhe jo ajo paraprake, pra që i ka dhënë dënimin me 15 vite burg Domart Konjarit, dhe kjo çështje pritet të merret nga ana e gjykatës së posaçme me apelit për të dhënë një tjetër gjykim të kësaj dosje. Kujtojmë se më herët pra ky vendim që u dha me 15 vite burg ka të bëjë pra për me Domart Konjarin për sa i përket disa veprave penale që nga krijimi i organizimit dhe drejtues i një organizate kriminale, pastrimi i parave, falsifikimi i dokumenteve, por edhe korrupsioni i aktivi personave që ushtrojnë funksione publike. I gjithë dënimi është bërë për sa i përket një grupi të trafikut të lëndëve narkotike, kokainë dhe heroin që vinte nga Amerika Latine në drejtim të Bashkimit Evropian, ndërsa vetë personi pra në fjalë Domart Konjari është një person që njihet për drejtësinë shqiptare dhe për ngjarje të tjera kriminale, përveç pra dënimi që ka në gjykatën e posaçme të apelit që tashmë duhet të rigjykohet me një trup tjetër gjykuese. Ai ka qenë i dyshuar edhe për një ngjarje të rëndë në vitin 2018 kur është vrarë edhe Devi Kasmi, i cili pra ka dyshime se kryesori person për këtë ngjarje ka qenë Domart Konjari, megjithëse janë kryer vazhdimisht kontrolle për kapjen e tij, nuk ka mundur që të bjerë në prangat e policisë dhe është shpallur në kërkim ndërkombëtar ku për kapjen e tij po punon edhe Interpol. Faleminderit Ervin Leka për raportimin.
Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota. Ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.